Ndër zhvillimet kryesore uftoi të ndiqni kryeministri Rama përshëndet nisjen e hetimeve nga SPAK për verifikimin e blerjes së tokës në Zvërnec. Kreu i qeverisë ftoi protestuesit për dialog. Qeveria miratoi projektligjin për rregullimin e sektorit të energjisë, drafti synon përshtatjen me zhvillimet e reja teknologjike dhe përafrim me ligjet e BE-s. Ministri i Financave dha detaje për Bankën Shqiptare të Zhvillimit. Ky subjekt shtetëror pritet të financojë deri në 1 miliard euro në ekonomi. Në fund të 2025-s, në Shqipëri ishin të regjistruara 6.884 ndërmarrje të huaja dhe të përbashkëta, pjesë më e madhe e tyre operojnë në shërbime. Mirëmbrëma, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ për t'ju njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Kryeministri Edi Rama përshëndeti nisjen e hetimeve nga SPAK për verifikimin e transaksionit të blerjes së tokës në Zvërnec. Ai u shpreh se në këtë mënyrë do të ketë sqarim të plotë dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më e kanë ndërmarrë. Gjatë një dalje për mediat, kryeministri Edi Rama foli për procesin e verifikimit të transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec. Ai u shpreh se në këtë mënyrë do të ketë sqarim të plotë dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më e kanë ndërmarrë. Unë konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbajë të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë një rezultat i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore, ndërsa nga pikpamja e pretendimeve do t'i jap fund çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo pretendimi që nuk është i bazuar në ligj. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marrë parat. Në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës së Shqipërisë. Në vijim, kryeministri Rama e konsideroi luftë hibride protestën kundër ndërtimeve në Zvërnec. Ai tha se resortet luksoze janë domosdoshmëri për të rritur ekonominë dhe nuk do të heqë Shqipërisë qafe me vetdije këtë projekt. Janë të panumërta burimet e botës demokratike që kanë nxjerrë raporte dhe studime se si forcat kundër Bashkimit Evropian, forcat kundër zhvillimit të vendeve që i duan nën sqetull apo që nuk i duan të forta, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të kësaj natyre duke përdorur në radh të parë çështjet e ambientit. Sepse tek çështjet e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështjet e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë, në emër të Shqipërisë së shqiptarëve, me shqiptar, vajza, djemë, të reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndjehen të lënduar. Dhe pikërisht këtë dinë këto forcat që bëjnë gjëra të tilla. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet. Qeveria ka miratuar projekt ligjin e ri për rregullimin e sektorit të energjisë elektrike, një nisëm që synon përshtatjen e tregut shqiptar me zhvillimet e reja teknologjike dhe kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Ministri Enea Karakaçi e cilësoi projekt ligjin si një transformim për sektorin.
Qeveria ka miratuar projekt ligjin e ri për rregullimin e sektorit të energjisë elektrike, një nismë që synon përshtatjen e tregut shqiptar me zhvillimet e reja teknologjike dhe kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi e cilësoi projekt ligjin si një reformë transformuese për sektorin. Për sa i përket rregullimit të sektorit të energjisë elektrike, e fut Shqipërinë në një koncept komplet të ri, duke futur dhe duke parashikuar dhe për kufizime dhe elemente tjera që nuk ishin në ligjin e mëparshëm, siç është depozitimi apo storage që quhet, apo forma të reja agregimi për vetë konsumatorët që kanë shumë interes për gjithë qytetarët dhe për bizneset, por edhe gjithë rregullimin e sektorit energjetik, duke e futur në fazën e re të aty ku ndodhet Shqipëria. Një tjetër element i rëndësishëm sipas ministrit është lidhja e projektligjit me procesin e integrimit evropian. Elementi i dytë që po ashtu është shumë i rëndësishëm për këtë projektligj të sektorit energjisë elektrike është komponenti i integrimit evropian. Projektligji i sektorit energjisë elektrike ishte detyrim i Shqipërisë në kuadër të integrimit evropian, por jo vetëm, ishte edhe detyrim në kuadër të growth plan apo planit të rritjes, ku me miratimin e tij Shqipëria do marrë dhe ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian. Gjatë fjalës së tij, Karakaçi njoftoi gjithashtu miratimin e një projekti të ri fotovoltaik me kapacitet 96 MW, duke konsideruar atë si një tregues të transformimit që po kalon sektori energjetik në vend. Qeveria ka nisur aplikimin e penaliteteve për vonesat e krijuara në aeroportin e Vlorës, ndërsa Ministri Karakaçi garanton se vepra aeroportuale do të ndërtohet dhe do të jetë operacionale. Normalisht ne duam që të zbatojmë kontratën koncesionare. Megjithatë, unë i kam dërguar një shkresë së fundmi ku i kam kërkuar në mënyrë absolute që mosmarrëveshjet tregtare civile që ato kanë me njëri tjetrin nuk duhet të jenë shkak për bllokimin apo mos operimin e aeroportit të Vlorës, duke i vendosur po ashtu një afat 30 ditor që të zgjidhin këtë mosmarrëveshje civile që kanë me njëri tjetrin dhe duke u angazhuar edhe unë si ministër dhe si ministri që nëse kanë të nevojshme të ulemi dhe të gjejmë të ndihmojmë për të gjetur një gjuhë të përbashkët. Aeroporti ka ecur mirë për sa i përket avancimit të punimeve civile. Patjetër që ne do marrim gjitha masat e nevojshme që aeroport të përfundojë dhe të jetë operativ sa më shpejt. Përfundimi i tij patjetër do bëhet në mënyrën sa më të shpejtë të mundshme sipas afateve që vetë kompanitë kanë kërkuar për t'i vënë. Ndërkohë, po ashtu elementi i rëndësishëm që dua ta theksoj, faktin që për çdo ditë vonese dhe për çdo muaj vonesë ka penalitete. Ne tashmë kemi lëshuar penalitetet e para, faturat e para të penalitetit për vonesat përkatëse. Por ajo çfarë është më rëndësishme të theksojmë është aeroporti do ndërtohet dhe do jetë operacional. Ministri i Financave Petrit Malaj ka dhënë detaje për Bankën Shqiptare të Zhvillimit, e cila pritet të financojë deri në 1 miliard euro. Malaj rënditi SME-t bujqësinë, banesat sociale si sektor prioritar. Banka Shqiptare e Zhvillimit pritet të krijohet me një kapital prej rreth 100 milion eurosh dhe të ketë kapacitet financimi deri në 1 miliard euro. Shifrat u dhanë nga Ministri i Financave Petrit Malaj në përfundim të mbledhjes së qeverisë. Ky institucion i cili është konceptuar për të ndërtuar me një kapital prej rreth 10 miliard lekësh ose 100 milion euro, është institucion financiar i cili do të ketë një potencial të plot për të financuar nga minimalisht 500 milion euro deri në maksimalisht 1 miliard euro. Koncepti i bankës është që të financojë ato sektorë të cilët janë të nënfinancuar, të financojë ato ndërmarrje të cilat nuk kanë akses në financë, si dhe të financojë dhe projekte strategjike të qeverisë shqiptare. Malaj renditi edhe sektorët e identifikuar që kanë nevojë për mbështetje. Ndër sektorët kryesor që kemi identifikuar dhe që janë identifikuar dhe nga ky institucion, janë sektori i bujqësisë, është agropërpunimi, janë projekte infrastrukturore strategjike për vendin, janë SME-t, janë banesat sociale, është inovacioni dhe digitalizimi, si dhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me energjinë, me eficiencën e energjisë e kështu me radhë. Ky është një institucion i cili do të jetë një vlerë e shtuar në tregun financiar shqiptar, do të jetë një institucion që do të jetë komplementar.
Në fund të 2025-s, në Shqipëri operoni 6.884 ndërmarrje të huaja dhe të përbashkëta. Sipas Instat, sektori i shërbimeve vjon të dominojë aktivitetin e ndërmarrjeve të huaja në vend. Në fund të vitit 2025 në Shqipëri rezultonin aktive 6.884 ndërmarrje të huaja dhe të përbashkëta, duke konfirmuar praninë e konsiderueshme të kapitalit huaj në ekonominë shqiptare. Edhe pse krahasuar me vitin 2024, numri i tyre ka pasur një rënje të lehtë prej 123 ndërmarrjesh. Të dhënat tregojnë si investitorët e huaj po orientohen gjithmonë më shumë drejt sektorëve me potencial të lartë rritje, si teknologjia dhe turizmi. Sipas statistikave të Instat, sektori i shërbimeve vijon të dominojë aktivitetin e ndërmarrjeve të huaja në vend. Rreth 5.496 operojnë në shërbime, duke përbërë afërsisht 4/5 të totalit. Brenda këtij grupi dallohen veçanërisht informacioni dhe komunikacioni, si dhe aktivitetet e lidhura me turizmin. Rritjen më të fortë ka shënuar sektori informacionit dhe komunikacionit. Numri i ndërmarrjeve të huaja në këtë aktivitet u rrit në 722 në fund të vitit 2025, nga 663 një vit më parë. Ecuri pozitive ka regjistruar edhe sektori i akomodimit dhe shërbimit ushqimor. Numri i ndërmarrjeve aktive u rrit në 350 nga 339 në fund të vitit 2024. Ky zhvillim lidhet ngushtë me zgjerimin e industrisë së turizmit, e cila vitet e fundit është kthyer në një nga shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare dhe një ndër sektorët më tërheqës për investitorët e huaj. Po ashtu rritja shënuar dhe në bujqësi, pyje dhe peshkim, ku numri i ndërmarrjeve u ngjit në 72 nga 68 një vit më parë. Megjithëse mbetet një sektor me peshë më të vogël krahasuar me shërbime dhe industrinë, rritja tregon se investitorët po shohin mundësi të reja në prodhim bujqësor dhe në aktivitetet e lidhura me eksportet agro-ushqimore. Një tjetër zhvillim pozitiv lidhet me origjinën e kapitalit. Ndërsa numri i ndërmarrjeve nga vendet e Bashkimit Evropian ka shënuar rënje, bizneset me kapital nga vendet jashtë BE-s janë rritur nga 2.754 në 2.786 në vitin 2025. Kjo e dhënë tregon një diversifikim më të madh të investimeve të huaja dhe zgjerim të interesit nga tregjet e reja ndërkombëtare. Në fund të vitit 2025, Shqipëria numëronte afro 250.000 ndërmarrje, 5.1% më shumë krahasuar me një vit më parë, ndërsa numri i fermerëve u rrit në 6.1%, duke arritur në rreth 112.000. Gjatë vitit u regjistruan mbi 18.000 biznese të reja, ndërsa sektori i shërbimeve vazhdoi të dominojë ekonominë. Numri i bizneseve në Shqipëri ka vijuar të rritet gjatë vitit 2025 duke reflektuar zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, në fund të vitit 2025 në Shqipëri, numëroheshin afro 250.000 ndërmarrje, me një rritje prej 5.1% krahasuar me vitin 2024. Paralelisht me bizneset është rritur edhe numri i fermerëve. Të dhënat tregojnë se në fund të vitit 2025 kishte gati 112.000 fermerë, ose 6.1% më shumë se një vit më parë. Ndërkohë numri i ndërmarrjeve ekonomike aktive arriti në rreth 138.000, duke shënuar një rritje vjetore prej 4.3%. Viti 2025 rezultoi gjithashtu më dinamik për sa i përket krijimit të bizneseve të reja. Gjatë vitit u regjistruan rreth 18.000 ndërmarrje të reja, nga gati 16.000 që ishin regjistruar në vitin 2024. Kjo tregon një rritje të ndjeshme të sipërmarrjes dhe interesit për investime në ekonomi. Edhe regjistri njësive lokale është zgjeruar me 4% më shumë njësi aktive krahasuar me vitin e kaluar. Sipas statistikave, rreth 136.000 ndërmarrje ushtrojnë aktivitetin e tyre në një vendodhje të vetme, ndërsa më shumë se 1.800 ndërmarrje operojnë në më shumë se një vendodhje, duke treguar një shkallë më të lartë organizimi dhe shtrirje të aktivitetit ekonomik. Struktura e ekonomisë shqiptare vazhdon të dominohet nga sektori i shërbimeve. Rreth 85.9% e ndërmarrjeve aktive operojnë në sektorët e tregtisë, transportit, akomodimit, komunikacionit dhe shërbimeve të tjera, duke gjeneruar 68.2% të shitjeve neto në ekonomi. Nga ana tjetër, grupi prodhuesve të mirave që përfshin bujqësinë, industrinë dhe ndërtimin, 14.1% të ndërmarrjeve aktive, por realizon 31.8% të shitjeve neto. Pjesëmarrja grave në sipërmarrje ka vijuar të rritet. Në vitin 2025 gratë zotëronin ose menaxhonin 31.6% të ndërmarrjeve aktive, nga 31.4% që ishte një vit më parë. Prania më e lartë e grave në pozicione drejtuese vëret në sektorët e tregtisë dhe shërbimeve të tjera, ku ato përfaqësojnë respektivisht me 34.3% dhe 41.2% të vendimarrësve. Shumica e ndërmarrjeve të drejtuara nga gratë janë biznese të vogla me 1 deri në 4 të punësuar, ndërkohë bizneset e mëdha mbeten shtylla kryesore e punësimit dhe qarkullimit ekonomik. Edhe pse ndërmarrjet me 50 ose më shumë të punësuar përfaqësojnë vetëm 1.5% të totalit, ato punësojnë 48.6% të gjithë të punësuarve dhe realizojnë 44.8% të shitjeve neto vjetore në vend.
Këto të dhëna tregojnë se ekonomia shqiptare vijon të mbështetet te rritja e sipërmarrjes, zyrimi i aktivitetit ekonomik dhe forcimi gradual i rolit të grave dhe investitorëve të huaj në biznes. Sipas FMN, ekonomia shqiptare mbetet në trajektore pozitive, por rritja e çmimeve duhet monitoruar për shkak të pasigurive nga zhvillimet ndërkombëtare. Në një takim me Bankën e Shqipërisë, misioni vlerësoi politikën monetare dhe qëndrueshmërinë e sistemit bankar. Rritja e çmimeve duhet të jetë në monitorim të vazhdueshëm në kushtet e tensioneve gjeopolitike, ka deklaruar shefi misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë në një takim me guvernatorin e Bankës tonë qendrore, Gen Seiko. Sipas Diego Cordero, perspektiva ekonomike mbetet përgjithsisht e favorshme, megjithase ajo përballet me pasiguri që burojnë nga zhvillimet ndërkombëtare. Misioni vuri në dukje se inflacioni është ndikuar nga rritja e çmimeve të energjisë, ndërsa vlerësuan analizat dhe parashikimet e Bankës së Shqipërisë, duke theksuar se qëndrimi i politikës monetare ka qenë i përshtatshëm dhe i orientuar drejt garantimit të stabilitetit të çmimeve. Në këtë drejtim, guvernatori Seiko theksoi se politika monetare ndjekur nga banka mbetet e angazhuar t'i ofrojë ekonomisë shqiptare kushte të përshtatshme monetare për kthimin e inflacionit në objektiv, duke ndjekur një përqasje të kushtëzuar nga informacioni i ri dhe duke adresuar pasiguritë mbi ecurinë e ekonomisë. Lidhur me kursin e kombimit dhe rezervën valutore, përfaqësuesit e FMN-s u njohën me kuadrin e përdorur nga Banka e Shqipërisë. Misioni i FMN-s konfirmoi se forcimi i lekut është një fenomen i përcaktuar nga përmirësime strukturore në ekonominë reale dhe një regjim i lirë i kursit të kombimit është i dobishëm dhe sjell përfitime për ekonominë shqiptare. Përsa i përket sistemit bankar, misioni vlerësoi se sektori bankar shqiptar paraqiten i qëndrueshëm me tregues të fortë kapitalizimi dhe likuiditeti, cilësi të mirë të portofolit të kredisë dhe performancë të mirë financiare. Misioni mirëpriti punën e Bankës së Shqipërisë në kuadër të forcimit të mëtejshëm të instrumenteve makroprudenciale dhe parafrimit të kuadrit rregullativ me standardet e Bashkimit Evropian. Pensionistët e huaj dhe ata në diaspor, por edhe të verbrit e punësuar dhe të vetë punësuar do të përjashtohen nga tatimi mbi të ardhurat personale, por ky projekt ligj është cilësuar si diskriminues për kategoritë e tjera vulnerabël. Projektligji i cili parashikon përjashtim nga tatimi mbi të ardhurat personale për pensionistët me rezidencë të huaj dhe të verbrit e punësuar dhe të vetëpunësuar është prezantuar në Komisionin e Ekonomisë. Një nga elementet kryesore të projektligjit është përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat personale i pensioneve dhe shpërblimeve të ngjashme të përfituara nga shtetet e huaj për individ rezident në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, projektligji adreson një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme për shtresat dhe individët vulnerabël në shoqëri, duke parashikuar përjashtimin nga tatimi mbi të ardhurat personale për individët me statusin e personit verbër, përfshirë edhe ata që janë të vetëpunësuar. Ky parashikim në fakt synon harmonizimin e kuadrit tatimor me ligjin për statusin e të verbrit, garanton kësaj një koherencë dhe një përputhshmëri ligjore dhe vimësi të trajtimit mbrojtës për këtë kategori, duke siguruar në këtë mënyrë barazi reale dhe jo thjesht një barazi formale. Të ftuar në Komisionin Parlamentar, grupet e interesit që përfaqësojnë persona me aftësi të kufizuara janë shprehur se duhet të zgjerohet gama e përfituesve, pasi drafti është përjashtues. Një nga stimujt që mund të japim ose që mund të japë kuvendi në vazhdim të këtij ligji është edhe për kategoritë të tjera që mund të jenë të pranishme për këtë problem. Kjo pikë e ligjit për këtë qytetar të verbër që është i vetëpunësuar, por ka punësuar dhe qytetar të tjerë bie. Dhe në këtë aspekt kjo do të sillte regres. Çfarë ndryshimi ka vështirësia e jetesës një verbri me një paraplegjik ose tetraplegjik? Këtu është një dallim ma do mendja diskriminues. Keni konventin e OKB-s për asin e kufizuar. Nuk lejon konventa OKB-s të bënë diskriminim të tillë. Diskriminimi që krijohet përmes propozimit për këtë amendament buron nga historiku i mënyrës se si është ndërtuar ndër vite legjislacioni për të drejtat e personave me asit kufizuara. Projektligji dërgon një sinjal të qartë dhe ftesë për diasporën shqiptare, pasi ky përjashtim tatimor shërben si një instrument efikas stimulues për t'i inkurajuar ata që vitet e pensionit t'i kalojnë atë dhe nga ana tjetër nxit kategorinë të verbërve për punësim.
Vetëm Tirana shënoi rritje të popullsisë gjatë vitit 2025, ndërsa 11 qarqet e tjera humbën banor sipas të dhënave të Instat. Rënjet më të forta u regjistruan në Kukës, Shkodër dhe Lezhë. Popullsia e Shqipërisë vijon të kurret, por edhe të përqendrohet gjithmonë më shumë në kryeqytet. Në të kundërt, të gjitha qarqet e tjera kanë humbur banor, duke konfirmuar jo vetëm ndikimin e migracionit, por edhe lëvizjen e vazhdueshme të popullsisë drejt qendrës ekonomike të vendit. Qarku i Tiranës regjistroi një rritje prej 0.7% të popullsisë gjatë vitit kaluar, duke shtuar mbi 5.400 banor dhe duke arritur në rreth 765.000 banor në total. Rritja lidhet kryesisht me migrimin e brendshëm, pasi kryeqyteti vazhdon të tërheqë banor nga qarqet e tjera fal mundësive më të mëdha për punësim, arsim dhe shërbime. Në anën tjetër të tabelës rënditen qarqe veriore, të cilat vijojnë të përballen me rënien më të fortë demografike. Kuksi humbi 2.59% të popullsisë së tij gjatë një viti, duke u rënditur qarku me të kurrjen më të madhe në vend. Pastaj vjen Shkodra me 2.56% dhe Lezhë me 2.54%, ndërsa Korça dhe Fieri regjistruan gjithashtu rënje mbi 2%. Analiza sipas Gjenis tregon se rënja e popullsisë ka qenë më e fortë e meshkujt. Në nivel kombëtar, numri i meshkujve ra me 1.3%, ndërsa i femrave me 1.02%. Ky fenomen lidhet pjesërisht me faktin se emigracioni vijon të dominohet nga meshkujt, të cilët largohen më shpesh për arsye punësimi. Në të njëjtën kohë, lëvizjet e brendshme dhe ndryshimet e vendbanimit pas martesës ndikojnë në shpërndarjen e popullsisë femërore mes qarqeve, duke bërë rënien e tyre disi më të moderuar. Rënja më e fortë e meshkujve u regjistrua në Shkodër, Kukës dhe Fier, ndërsa edhe për femrat kurrja më e madhe u vure në qarqet e veriut, veçanërisht në Kukës dhe Lezhë. Kjo tregon se zonat periferike po humbasin njëkohësisht si forcën e re të punës, ashtu edhe popullsinë në përgjithësi. Të dhënat konfirmojnë një prirje që është bërë gjithmonë më e dukshme vitet e fundit. Shqipëria po humbet banor në shumicën e territorit të saj, ndërsa Tirana po përqendron një pjesë gjithmonë më të madhe të popullsisë. Si pasojë, diferenca demografike mes qarqeve po thellohen, duke krijuar sfida të reja për zhvillimin ekonomik dhe social të zonave që po zbrazen më shpejt. Përgjatë periudhës janar-prill 2026, nëpërmjet portit të Durrësit kanë udhëtuar gjithsej 156.597 pasagjerë. Ky numër përfaqëson një rritje prej 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Flukset të udhëtarëve përmes portit të Durrësit kanë vijuar të shënojnë rritje edhe gjatë muajve të parë të vitit 2026, duke konfirmuar rolin e këtij porti si nyja kryesore e transportit detar të pasagjerëve në Shqipëri. Të dhënat e publikuara nga Autoriteti Portual Durrës tregojnë një ecuri pozitive të lëvizjes në terminalin e tragjeteve, sipërsa i përket numrit të udhëtarëve, ashtu edhe transportit të mjeteve. Autoriteti Portual Durrës bën të ditur se gjatë periudhës janar-prill 2026, nëpërmjet portit të Durrësit kanë udhëtuar gjithsej 156.597 pasagjerë. Ky numër përfaqëson një rritje prej 4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke dëshmuar për një kërkesë në rritje për transportin detar dhe për lidhjet e qëndrueshme që porti ofron me vendet fshinje. Paralelisht me rritjen e numrit të pasagjerëve është rritur edhe qarkullimi i automjeteve. Gjatë 4 muajve të parë të vitit janë transportuar 66.828 mjete me tragete, një tregues i rëndësishëm që reflekton lëvizjen e vazhdueshme të qytetarëve në linjat ndërkombëtare detare. Kjo shifër dëshmon jo vetëm intensitetin e qarkullimit, por edhe rëndësinë që në transportit detar vijon të ketë për ekonominë, turizmin dhe shkëmbimet tregtare. Gjithashtu afrimi i sezonit veror pritet të sjellë një intensifikim edhe më të madh të trafikut të pasagjerëve dhe mjeteve, duke bërë portin e Durrësit një nga pikat më të rëndësishme të hyrje-daljeve në vend. Porti i Durrësit vijon të mbetet një hallk kyçe e transportit detar shqiptar, duke dëshmuar një trend të qëndrueshëm rritje dhe një rol të rëndësishëm në lëvizjen e njerëzve dhe madrave. Zyra e Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale ka ndërmarrë 93 hetime administrative në sektor me ndjeshmëri të lartë si shëndetësia, banka, teknologjia, sa i takon zbatimit të ligjit për të dhënat personale, ndërsa ka shqyrtuar 854 ankesa. Qytetarët kanë depozituar pranë Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të drejtën e informimit 854 ankesa gjatë vitit që lan pas që lidhen me shpërdorimin e të dhënave të tyre, ndërsa janë zhvilluar hetime në sektor me ndjeshmëri të lartë si shëndetësia, bankat, teknologjia e të tjera. Komisioneri Besnik Dervishi ka prezantuar të dhënat për vitin 2025. Për sa i përket mbrojtjes së dhënave personale, gjatë vitit 2025 janë trajtuar
854 ankesa, janë zhvilluar 93 procedura hetimi administrativ në fushën e mbrojtjes së dënave, prej të cilat 18 prej tyre mbi bazë ankese dhe 75 me iniciativë të vetë zyrës së komisionerit. Hetimet janë zhvilluar në kontrollues publik, pra pranë institucioneve publike, ashtu edhe në kontrollues privat, me fokus veçantë sektor me risk të lartë ose me përpunim intensiv të dhënave personale, si shëndetësia, arsimi, transporti, teknologjia e informacionit, sektori bankar dhe autoritetet kompetente. Në zbatim të rezolutës Kuvendit për vitin 2025, zyra e komisionerit ka ndërmarrë hetime administrative edhe në fusha prioritare, duke evidentuar problematika që lidhen me mungesën e masave tekniko-organizative të sigurisë, mungesën e akteve të brendshme për mbrojtjen e dënave, mungesën e afateve të ruajtjes, publikimin e të dënave në kundërshtim me ligjin, mungesën e marrëveshjeve të qarta kontrollues-përpunues dhe mungesën e trajnimit të stafit. Sa i takon të drejtës së informimit, gjithashtu numri i ankesave për institucionet publike ka qenë i lartë. Gjatë vitit 2025 janë paraqitur pranë zyrës komisionerit 897 ankesa dhe janë trajtuar së bashku me 36 të mbartura nga viti 2024. Nga këto ankesa, 525 prej tyre janë zgjidhur gjatë procesit të shqyrtimit administrativ, gjithashtu janë marrë 33 vendime, nga cilat 20 vendime urdhërimi për dhënie informacione, 11 vendime rrëzimi dhe 2 vendime me sankcion administrativ. Analiza e ankesave dhe praktikës së shqyrtimit administrativ tregon se interesi i qytetarëve vijon të përqendrohet tek çështjet që lidhen me përdorimin e fondeve publike, buxhetin, shëndetësinë, projektet infrastrukturore, koncesionet, mjedisin dhe çështjet e tjera me ndikim të drejtpërdrejt në interesin publik. Gjatë vitit 2025, zyra e komisionerit ka vijuar monitorimin e transparencës proaktive në institucionet publike, veçanërisht në sektor me rëndësi të veçantë, ku përfshihet dhe shëndetësia, dhe janë nxjerrë 12 rekomandime dhe 51 hetime administrative, sa i takon programit të transparencës, dhe gjithashtu janë vendosur 12 sanksione administrative. Gjatë vitit të kaluar, sa i takon pushtetit vendor, ka një rënje të lehtë autoriteteve me transparencë të lartë nga 30 në 28 dhe rritje të lehtë autoriteteve me transparencë minimale. Komisioneri thekson se mbetet ende nevoja për forcim të mëtejshëm të kapaciteteve administrative dhe të transparencës proaktive. Të rinjt po zgjedhin gjithnjë më shumë universitetet private si alternativë studimesh. Sipas ekspertëve, kjo ndodh për shkak të kushteve më komode, fleksibilitetit, por edhe ofertës akademike. Universitetet jo publike po fitojnë gjithmonë më shumë terren krahasuar me ato publike. Sipas statistikave, 5 vitet e fundit, numri i studentëve të regjistruar në arsimin e lartë privat është rritur me 18.3%. Aktivistja Suela Kotybelli rendit disa nga arsyet që ndikojnë tek kjo zgjedhje e të rinjve. Të rinjt po kërkojnë disi kushte më komode dhe universitetet private i ofrojnë, pra mund të ofrojnë edhe klasa më të vogla, mund të ofrojnë ambiente më të ngrohta, po ndoshta edhe mjete më moderne se sa në universitetet tona publike. Dhe këtu duhet të rrihet vëmendja e institucioneve shtetërore për të kuptuar se çfarë nuk po bëjnë mirë në universitetet publike, si duhet të përmirësojnë shërbimin, si duhet i gjenden afër me ofertë për sa i përket studimeve dhe aktualizimit në kohë me nevojat se si duhet jenë profilet, kurrikulat. Universitetet private ofrojnë bursa. Pra, në një lloj mënyre, ata i tërheqin vetë studentët e mirë, sepse e dinë shumë mirë që duhet të vlerësojnë meritën dhe aftësitë dhe kapacitetet që ne kemi në këtë vend. Ndërkohë, në universitetet shtetërore, kjo nuk është një mundësi që ekziston. Pra, ty të ofrohet në shumë universitete private sot, mundësia e një burse 80%, 90%, 100%, çka nuk e rëndon më xhepin e studentit apo të familjes. Të njëjtën gjë nuk ke në universitet shtetëror. Pra, në universitetin shtetëror mund të kemi ndonjë lloj mase që është për familje të nevojë, pra për një kategori vulnerabël studentësh, e cila sigurisht është lehtësuese, pra duhet ta themi edhe këtë, por nuk është motivuese për ata që janë studentë ekselent. Megjithatë, Kotybelli shprehet skeptike për disa element, përfshirë edhe cilësinë akademike. Mendoj që mund të ketë edhe hapësira abuzime për sa i përket universiteteve private, dhe këtu do doja vëmendje të institucionet tona shtetërore
për sa i përket kontrollit dhe cilësisë së ofrimit të shërbimit të mësimdhënies në universitete, të punimit shkencor, pikërisht që të mos shihen universitetet private për të blerë diploma. Pra, ndoshta po e them ashpër, por që në këtë realitetin tonë ne kemi parë të tilla eksperjenca, ku universiteti privat shikohet si një mundësi për të mbaruar punë dhe për të pasur një diplomë. Diploma në këndvështrimin tim është ajo që duhet të vërtetoj dijen dhe aftësitë tua. Do doja që universitetet private në Shqipëri realisht të kishin një rankim cilësor, por edhe kontrolle të forta. Gjithashtu, sipas aktivistes, universitetet private shkojnë pranë maturantëve, ju ofrojnë programet e tyre, i njohin me kushtet, me stafin, me orën e mësimit, ndërsa universitetet publike janë indiferente sa i përket prezantimit të ofertës, si dhe kanë lidhje më të dobët me tregun e punës. Me fondin limit 83.3 milion lek, Bashkia e Tiranës ka hapur procedurën e prokurimit për studim projektimin e objekteve në kuadër të programit të arsimit bazë parashkollor. Një nga elementët kryesor të projektimit lidhet me verifikimin e plot të strukturave ekzistuese. Bashkia e Tiranës ka shpallur hapjen e procedurës së prokurimit për studim projektimin e objekteve në kuadër të programit të arsimit bazë parashkollor dhe fondi limit i parashikuar është 83.333.000 lek. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, projektuesit do të hartojnë projekte në përputhje me rregulloret dhe kushtet teknike të ndërtimit për institucionet e arsimit parashkollor. Një nga elementet kryesor të projektimit lidhe me verifikimin e plot të strukturave ekzistuese. Konsulentët do të kryen analiza të detajuara për sigurinë konstruktive të objekteve sipas standardeve evropiane të projektimit. Gjithashtu në dokument theksohet se gjatë hartimit të projektit do të merret në konsiderat rritja e pritshme e numrit të fëmijëve në zonat përkatëse gjatë 10 viteve të ardhshme. Për këtë arsye, projektuesi duhet të analizojnë gjendjen ekzistuese të rrjeteve të ujësillësit dhe kanalizimeve, si dhe projektet e reja infrastrukturore të planifikuara për këto zona. Po kështu do të duhet të merren parasysh planet e zhvillimit urbanistik të Bashkisë së Tiranës. Nga ana tjetër, projektuesi do të sigurojnë që ambientet të pajisë me ndriçim të mjaftueshëm sipas funksionit të çdo hapësire. Bashkia e Tiranës synon të përmirësojë infrastrukturën e institucioneve parashkollore, duke garantuar standarde më të larta sigurie dhe funksionaliteti për fëmijët dhe stafin edukativ. Shqiptarët po kalojnë gradualisht nga paketat celulare me parapagim drejt abonimeve me kontratë, ndërsa përdorimi i internetit fiks në shtëpi vazhdon të rritet. Në të njëjtën kohë, paketat që përfshin telefonin fikse po humbasin terren, duke pasqyruar rënien e vazhdueshme të përdorimit të telefonit fiks. Shqiptarët po zgjedhin gjithnjë më tepër numrat celular me kontratë me afat nga 1 deri në 2 vite, ndërsa paketat me parapagim po zgjidhen gjithnjë më pak. Sipas të dhënave më të fundit nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, pavarësisht se 52% të abonentëve paguajnë për paketa telefonike afat shkurtra dhe 48% për afat gjata. Ky hendek është ngushtuar në krahasim me tremujorin e parë 2025, ku abonentët me kontratë ishin vetëm 44.5% dhe ata pa kontratë 55.5%. Pavarësisht se në shumicën e familjeve shqiptare nuk mungon lidhja e internetit në shtëpi, ndërsa thuajse edhe çdo vend pune ka një të tillë, kjo nuk e ka zëvendësuar internetin, minutat dhe SMS-t në telefon, pasi përdoren në ambientet e jashtme, aty ku alternativat të tjera si Wi-Fi publik janë gati inekzistente. Përsa i përket lidhjeve të internetit në shtëpi apo në një biznes, shifrat konfirmojnë një shtim me 6.5% në krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Rreth 410.000 përdorues, ose e thënë ndryshe, 58% e pajtimtarëve me akses broadband në rrjete fikse kanë instaluar vetëm internet në shtëpi. Nga ana tjetër, paketat e integruara janë më pak të preferuara. Rreth 42% ose 295.000 pajtimtar përdorin paketet e integruara internet, televizor dhe telefoni. Të paguash për internetin dhe televizorin përmes një pakete të vetme shihet si një alternativë nga një numër më i vogël personash. Përdorimi i paketave të integruara që përmbajnë telefoni, paketat 3 fishe, internet, televizor dhe telefoni dhe paketat vetëm internet dhe telefoni, rezultoi me rënje përkatësisht me 6.4% dhe 5.2% në krahasim me tremujorin e parë 2025.
Ndërkohë, edhe telefonia fikse vijon me trendin e saj rënës. Vetëm një numër i kufizuar biznesesh vijon të përdorë telefoninë fikse në Shqipëri. Apple vazhdon të dominojë tregun shqiptar të smartphone-ve me 56.39% të përdoruesve në maj të 2026-ës, duke zgjeruar diferencën ndaj Samsung, i cili ka rënë në 26.61%. Tregu shqiptar i telefonave inteligjencë po dominohet gjithnjë më shumë nga Apple. Sipas të dhënave të publikuara nga StatCounter, për muajin maj të vitit 2026, kompania amerikane zotëron 56.39% të tregut të smartphone-ve në vend, duke lënë pas me diferencë të konsiderueshme rivalët e saj kryesor. Të dhënat tregojnë se Apple jo vetëm ka ruajtur pozitat e saj udhëheqëse, por ka shënuar edhe rritje të vazhdueshme gjatë fundit të vitit. Në prill të vitit 2025, pjesa e saj të tregut luhajte rreth 49%, ndërsa në muajt të parë të vitit 2026 ajo arriti nivele rekord, duke kaluar përkohësisht edhe pragun e 60%. Edhe pse në maj u regjistrua një rënje e lehtë, kompania mbetet larg çdo konkurrenti tjetër. Në vendin e dytë renditet Samsung me 26.61% të tregut. Giganti korean Uyghur ka pësuar një rënje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë, kur kontrollonte afërsisht 38% të tregut shqiptar të smartphone-ve. Kjo tregon se një pjesë e përdoruesve kanë kaluar drejt pajisjeve Apple ose markave të tjera. Një nga zhvillimet më interesante të periudhës së fundit është rritja e Google. Telefonat Pixel kanë arritur të sigurojnë 7.28% të tregut në majin e vitit 2026, duke u renditur marka e tretë më e përdorur në Shqipëri. Kjo përfaqëson një rritje të konsiderueshme dhe sugjeron se gjithnjë më shumë konsumator po i drejtojnë pajisjeve që ofrojnë eksperiencën e pastër Android dhe funksionet më të fundit të inteligjencës artificiale. Ndërkohë, Xiaomi vazhdon të mbajë një prani modeste me 3.81% të tregut. Kategoria e pajisjeve të pa identifikuara përbën 3.55%, ndërsa Motorola mbetet një lojtar shumë i vogël me vetëm 0.38%. Shifrat tregojnë gjithashtu se tregu shqiptar po bëhet gjithnjë më i përqendruar vetëm te Apple dhe Samsung, të cilët kontrollojnë së bashku rreth 83% të gjitha pajisjeve mobile në përdorim në vend. Kjo nënvizon dominimin e dy gjigantëve global në një treg ku konkurenca nga markat e tjera mbetet e kufizuar. Qytetarët dhe ekspertët shprehen kundër një draft rregulloreje të re të hartuar nga Komuna e Prishtinës. Dokumenti parashikon vendosjen e një takse prej 10 euro për çdo qytetar jo rezident që hyn me automjet në qendër të kryeqytetit, si edhe një tarif 1 euro për natë për vizitorët që qëndrojnë në Prishtinë. Komuna e Prishtinës ka nisur procedurat përfundimtare për një draft rregullore të re që parashikon vendosjen e një takse prej 10 euro për çdo qytetar jo rezident që hyn me automjet në qendër të kryeqytetit, si dhe një tarif prej 1 euro për natë për vizitorët që qëndrojnë në Prishtinë. Pagesa do të realizohet përmes pikave të autorizuara të hyrjes, sistemit elektronik ose platformave të tjera të miratuara nga komuna. Nisma ka ngjallur reagime nga qytetarët dhe ekspertët, të cilët e kanë cilësuar si barë shtesë dhe të padrejtë. Sipas ekspertëve, dokumenti ka ndryshuar interpretim nga zyrtarët komunal, duke paraqitur fillimisht si taks për hyrje në komunë e më pas si taks për zonën qendrore. Ata ngrinë shqetësime për trajtimin e barabartë, duke theksuar rolin e gjykatës kushtetuese të Kosovës në vlerësimin e rasteve të ngjashme. Gjykata kushtetuese në disa raste ka konstatuar se institucionet e kanë ndjekur parimin diskriminues në politikat ose nismat e tyre, shprehen ekspertët. Sipas tyre, taksa e propozuar konsiderohet se është diskriminuese dhe përjashtuese dhe si e tillë kërkohet që Komuna e Prishtinës të heqë dorë nga kjo ide. Ata mendojnë se problemi i trafikut në kryeqytet nuk zgjidhet me këtë mas, por me politika të tjera si menaxhimi i parkingjeve dhe infrastruktura. Drafti ndodhet aktualisht në konsultim publik, ndërsa komuna ka paralajmëruar edhe një takim me qytetarët për diskutim. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik ka ulur perspektivën e rritjes globale, duke paralajmëruar se dëmi ekonomik nga lufta SBA-Iran mund të përkeqësohet në mënyrë dramatike nëse nuk arrihet shpejt një marrëveshje paqeje e qëndrueshme.
Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD ka ulur perspektivën e rritjes globale duke paralajmëruar se dëmi ekonomik nga lufta Shtetet e Bashkuara të Amerikës Iran mund të përkeqësohet në mënyrë dramatike nëse nuk arrihet shpejt një marrëveshje paqe e qëndrueshme. Në perspektivën ekonomike të qershorit, OECD tha se rritja globale pritet të ngadalësohet nga 3.4% në vitin 2025 në 2.8% në 2026 përpara se të rikuperohet në 3.1% në vitin 2027 nëse tronditja aktuale çmimeve të energjisë fillon të lehtësohet deri në mesin e këtij viti, por kjo po supozon një skenar përçarjesh të kufizuara në kohë në të cilin arrihet një marrëveshje paqeje dhe ndërprerjet aktuale në ngushticën e Hormuzit zgjidhen shpejt. Një skenar më i keq në të cilin ndërprerjet në infrastrukturën e transportit detar dhe atë energjetik do të vazhdojnë edhe deri në vitin 2027. Do të shihte një rënje të ndjeshme të rritjes globale në vetëm 2.1% në vitin 2026 dhe 1.8% vitin e ardhshëm. Kjo do t'i çonte disa ekonomi në recesion ose afërti. Studimi OECD shqyrton se si mbyllja e ngushticës së Hormuzit së bashku me dëmtimin e infrastrukturës energjetike në të gjithë gjirin ka rritur çmimet e energjisë, kostot e plerave kimike dhe inputeve të tjera kyçe industriale. Studimi vuri në dukje se si pasojat e luftës në Iran mund të ndihen për një farë kohe edhe pasi të gjendet në ndonjë zgjidhje. Sipas OECD, një zgjidhje e qëndrueshme e konfliktit aktual jo vetëm që do të sillte lehtësim në rajon, por do të hidhte themelet për një zgjidhje të problemeve që ai ka shkaktuar në ekonominë globale. Në skenarin më të keq, inflacioni global pritet të rritet me 0.4 pikë përqindje në vitin 2026 dhe 1.3 pikë përqindje në 2027. Papunësia do të rritej dhe investimet, duke përfshirë edhe në inteligjencën artificiale që kërkon shumë energji, do të dobësoheshin ndjeshëm me rreziqe në rritje të çmimit të tregut financiar, me presione rritëse nga çmimet e larta të madrave të kompensuara pjesërisht nga kërkesa më e dobët përfundimtare, tha OECD. Për gjatë vitit 2025, në të gjithë Evropën u njoftuan 5.026 projekte të reja investimesh të huaja që shënoi nivelin më të ulët në 11 vjet. Pavarësisht një rënje të ndjeshme, Franca ruajti pozicionin e saj si destinacioni kryesor i Evropës për investimet e huaja. Investimet të huaja shihen gjërësisht si një nxitës kryesor i rritjes ekonomike, inovacionit dhe krijimit të vendeve të punës. Kur kompanitë hapin vende të reja, ndërtojnë fabrika ose krijojnë qendra kërkimore, ato jo vetëm që sjellin kapital në një vend, por shpesh krijojnë vende pune dhe forcojnë zinxhiret lokal të furnizimit. Si rezultat, konkurrenca për të tërhequr investitorë ndërkombëtar është intensifikuar. Qeveritë përdorin stimuj investimi, lehtësime tatimore dhe forume ndërkombëtare investime për të bindur kompanitë të zgjedhin tregjet e tyre. Për të matur konkurrencën për investitorët ndërkombëtar, anketa atraktivitetit të EY Europe ofron një pikë referimi të dobishme. Sipas edicionit të fundit të anketës në vitin 2025, u njoftuan 5.026 projekte të reja investimi në të gjithë Evropën, me EY që përcakton kontinentin si një rajon gjeografik dhe jo si bashkimin evropian. Shifra ishte 7% më e ulët se në vitin 2024 dhe shënoi nivelin më të ulët në 11 vjet. Pavarësisht një rënje të ndjeshme, Franca ruajti pozicionin e saj si destinacioni kryesor i Evropës për investime të huaja. Numri projekteve ra me 17% në 852 në vitin 2025, duke përfaqësuar rënjen më të madhe midis destinacioneve kryesore të investimeve në Evropë. Mbretëria e Bashkuar u rendit e dyta me 730 projekte, 14% më pak se një vit më parë. Gjermania mbeti destinacioni i tretë më i madh në Evropë për investime të huaja me 548 projekte. Megjithatë, totali ra me 10%, duke arritur nivelin më të ulët që nga viti 2009. Ndër vendet me performancën më të mirë në vitin 2025 ishin Spanja dhe Turqia. Spanja arriti numrin e projekteve të investimeve me 20% në 383, duke u renditur në vendin e katërt. Turqia ndoqi nga afër me 376 projekte me një rritje për 7%, duke u renditur e pesta. Polonia vazhdoi trendin e saj në rritje, duke regjistruar 285 projekte investime në vitin 2025, një rritje prej 10% nga një vit më parë. Kjo e bëri atë destinacionin e 6 më të madh për investime të huaja në Evropë. Holanda ishte gjithashtu ndër vendet e pakta që shënoi rritje, me projekte që u rritën me 8% në 159. Shtetet e Bashkuara mbetën burimi më i madh i projekteve të investimeve të huaja në Evropë në vitin 2025. Kompanitë amerikane njoftuan 943 projekte në të gjithë kontinentin, duke ruajtur pozicionin e tyre si investitori kryesor i jashtëm në Evropë.
Administrata Trump propozoi vendosjen e tarifave shtesë prej 10% ose 12.5% për importet nga 60 ekonomi, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar. Në argumentimin e saj, administrata nënvizon ndështimin e këtyre vendeve për të parandaluar tregtinë e mallrave të prodhuara me punë të detyruar që rëndon padrejtësisht tregtinë amerikane. Administrata Trump propozoi vendosjen e tarifave shtesë për 10% ose 12.5% për importet nga 60 ekonomi, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar, duke argumentuar se dështimi i tyre për të parandaluar në mënyrë adekuate tregtinë e mallrave të prodhuara me punë të detyruar e rëndon padrejtësisht tregtinë amerikane. Ky veprim vjen përpara skavdimit më 24 korrik të tarifave të përkohshme të vendosura pasi regjimi tarifor IEEPA i Trump urrëzua në shkurt. Një raport i publikuar nga përfaqësuesi i tregtisë SBA tha se 54 ekonomi, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Norvegjinë, Zvicrën, Japoninë, Indinë, Izraelin, Katarin dhe Arabinë Saudite, nuk kanë arritur të vendosin dhe zbatojnë në mënyrë efektive ndalimet për importet e bëra me punë të detyruar. Sipas propozimit, ato do të përballen me një tarif shtesë prej 12.5%, ndërkohë 6 ekonomi do të përballen me një tarif shtesë prej 10% për shkak të dështimit të dyshuar për të zbatuar në mënyrë efektive kufizimet e ekzistuese mbi importet e bëra me punë të detyruar. 6 ekonomit janë Kanadaja, Bashkimi Evropian, Ekuadori, Indonezia, Meksika dhe Pakistani. Sipas USTR, ato tashmë kanë masa në vend për të kufizuar importet e bëra me punë të detyruar, por nuk po i zbatojnë ato në mënyrë efektive. Dështimi i partnerëve tanë më të rëndësishëm tregtar për të adresuar importin e mallrave të prodhuara me punë të detyruar është i papranueshëm. Kjo krijon një dinamik ku punëtorët amerikanë detyrohen të konkurrojnë globalisht në një fushë loje të pabarabarta në një deklaratë përfaqësuesi i tregtisë i SBA-s. Masat e propozuara mund të shqetësojnë partnerët kryesor tregtar të SBA-s, shumë prej të cilëve janë përballur tashmë me disa raunde tarifash që kur presidenti Donald Trump u rikthye në detyrë. Ky veprim vjen disa javë pasi Bashkimi Evropian arriti një marrëveshje me Washingtonin për të kufizuar tarifat për shumicën e eksporteve të Bashkimit Evropian në 15% pas negociatave intensive midis 27 shteteve anëtare të bllokut. Tarifat e reja nuk do të hyjnë në fuqi menjëherë, ato mbeten subjekt i konsultimit dhe shqyrtimit publik. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke e klikuar në faqen tonë të internetit skëndv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, mirë u takofshim.